الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira, më të plota, mbi më të mirë njeri, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që të shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti i Muhammedit alayhi salatu wassalam, të shoqëruara dhe të ngjitura me shpjegimet dhe elaborimet e dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi me librin e Imam Bukhariut rahimahullahu taala, i cili njeri ka mbledh një varg hadithesh të njohura në Sahihul Bukhari dhe një varg tjetër e ka mbledh të haditheve dhe ka quajtur babu kitabu al-adab al-mufrad, libri i edebit të veçantë të muslimanëve. Hadith pas hadithi përfunduam në ligjëratën e xumas së kaluar kapitullin e turpit dhe hadithet mbi turpin dhe marrën e muslimanëve. Tani do vazhdoni Imam Bukhariu me disa kapitull të tjerë pas kapitullit të turpit dhe të marrës, ku do të na sjell një varg të fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam që kanë të bëjnë me lutjet, me duat, si duhet muslimani të lutet, si u lut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilat janë lutjet e pranuara te Allahu subhanahu wa taala, dhe se sa nevojtar është muslimani për lutje. Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve taala kapitull pas kapitulli. Kapitullin e parë e ka nis me lutjet e para të sabahut. Çka duhet të thot muslimani kur zgjohet në mëngjes? Sabahu tek muslimanët është dy lloj. Ne kemi dy sabaha. Por muslimanin i cili e çon jetën siç duhet sipas rregullit të fesë. Sabahu i parë është fexhri. Është fexhri shpërthimi dhe agimi i parë dhe dritat e para të cilat llogaritën ende pjesë e territ ku ka të bëjë me faljen e namazit. Pra na i thojna në gjuhën tonë namazi sabahut, megjithëse fjala sabah kur të lindet dielli. Apo kur të lindet dielli. A namazit të sabahut në realitet me gjuhën e shariatit thojnë salatul fexhri, namazi i shpërthimit të ditës, kur fillon e çan drita e parë terrin i cili ka qenë gjatë tërnatës. Andaj agimi i parë, shpërthimi i parë llogaritet fexhr, nga se kështu edhe ka emrin. Andaj kjo është sabahu i parë dhe pastaj është lindja e diellit, ku vetë se merr të gjithë muedinat lindje të diellit. Mirë po, koha e namazit është deri para lindjes diellit. E pastaj hyn pjesa tjetër e dritës edhe mëngjesit. Kapitullin e parë Imam Bukhariu e ka quajtur babun ma yaqulu idha asbah. Çka duhet të thotë muslimani kur të zën sabahu, kur qohet sabah? Apo ka thënë Imam Bukhariu, kapitull çfarë thonte pejgamberi alayhi salatu wassalam në sabah, e që në realitet muslimani e ndjek fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot ka ardhur nga Ebi Huraira radhiyallahu an se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam idha asbaha kana yaqul, kur zgjohej në mëngjes Muhamedi alayhi salatu wassalam çka thonte? Hadithin që e ka sjellë Imam Bukhariu këtu në këtë kapitull të këtij vargu të haditheve është i dobët, mirë po këto hadithe janë të forta në transmetime të tjera, sikur që ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, do ta citojmë, pastaj Imam Tirmidhiu, Imam Ebu Davudi dhe të tjerë nga dietarët dhe transmetuesit e haditheve. Dhe këtu kuptojmë edhe një gjë, se jo çdo zinxhir i dobët i hadithit e rrezon hadithin.
pra ka mundësi me qenë hadithi i dobët, mirë po ka një bazë të fortë. Andaj do ta shohim se këtë hadith që ka sjellë Imam Buhariu është i dobët, mirë po transmeton Imam Muslimi të fortin. Dhe dallimi mes të dobët dhe të fortit donjëherë ka mundësi me kanë në një fjalë e vetme, apo një transmetues, pastaj transmetuesi tjetër e transmeton të saktën. Kjo është kapitull akademik që s'ka të bëjë me muslimanët të cilësit dhe nuk duhet ta dinë në detaj këtë punë. Në hadithin që e ka sjellë Imam Buhariu në këtë libër, çfarë ka thënë? Ka thënë alayhi salatu wassalam në çdo sabah: asbahna wa asbaha alhamdu kulluhu lillah, la sharika lahu, la ilaha illa Allah wa ilayhi an-nushur. Dhe në akşam ka thënë: emsejna wa emsal mulku lillah, walhamdu kulluhu lillah, la sharika lah, la ilaha illa Allah wa ilayhi al-masir. Këtë hadith i ka sjellë Imam Buhariu, mirë po Imam Muslimi ka sjellë një më të saktë se ky. Çka thot pejgamberi sa në këtë hadith? Çdo sabah kur zgju ka thënë: asbahna wa asbaha alhamdu kulluhu lillah. E zonëm mëngjesin, u zgjuam në mëngjes, na priti sabahu, dhe në këtë mëngjes krejt falëndërimët janë veç për Allahun. Pra që ka lind dielli dhe na jena gjallë, këtë falëndërimët janë për Allahun subhanahu wa taala. La sharika lah, ai nuk ka ortak. A ka Allahu ortak kur e bje diellin? Jo. A ndihmohet Zoti me dikan kur e çel ditën? Jo. Andaj edhe në adhurim s'ka ortak, sa ai kur e pruni ditën s'pat ortak. Që ta mundsoj ti me jetu edhe një ditë s'ka ortak, vetë ka bo këtë punë. As melek, as e gjine, as një fuqi, pos vetë Allahu subhanahu wa taala. La sharika lahu, la ilaha illa Allah. Ka thonë nuk ka ortak, e as nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Allahu subhanahu wa taala. Wa ilayhi an-nushur, dhe ai do të kthehemi. Tek ai është tubimi i fundit. Dhe në akşam çfarë ka thënë? Të njëjtën, vetë se e ka kthy me akşam. Ka thënë emsejna wa emsal mulku lillah. Ne e zum terrin, na zuni nata, dhe këtë kjo është me pushtetin e Allahu subhanahu wa taala. I tërë pushteti është i Zotit, walhamdu kulluhu lillah. Dhe i gjithë falëndërimi është për Allahu subhanahu wa taala. S'ka ortak Zoti i Madh te bareke wa taala. Nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Allahu xhel xhelalu, dhe tek ai është kthimi. Ka dallu me sabah. Sabah ka thonë ai është tubimi, në akşam ka thonë ai është kthimi, do ta shohim pastaj me lenin Allahut te bareke wa taala. Ky hadith dietarët në këtë libër e kanë trajtuar si të dobët, mirë po transmetimi që mund ta gjeni, dhe kjo është që nuk duhet i mungon asnjë muslimani, është edhe i përkthyer dhe ndoshta në librat më të përhapura në botë tek muslimanët, është husnu apo hisnul muslim, mburoja dhe kalaja mbrojtëse e muslimanit, ku janë përmend dhikrët e çdo lëvizje që duhet ta bën muslimani. E keni të përkthyer në gjuhën shqipe, mburoja e muslimanit. Është libër i vogël që mund ta mba njeriu edhe në vetur apo me vetje kështu më radh në punë. Aty i ka të gjitha lutjet të cilat i ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëngjes deri në mbrëmje, me gjitha lëvizjet e mundshme që mund t'i bën besimtari kur hyn xhami, kur del bi xhamie, kur hyn në shtëpinë e tij, kur del prej shtëpie, e kështu më radh, për kur udhton, çka duhet të thotë kur bie terri, kur o vet, kur o me shoqëri, këtë i ka përmend në këtë libër të begat. Në këtë libër të mburoja e muslimanit, edhe pse hadithi është sa i Muslim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wassalam thonte në hadith: asbahna wa asbaha al-mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'daha, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. Kjo është lutja e parë që e ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka zënë sabahun. E ka mri edhe një ditë të re. Çfarë ka thënë? Hadith në Sahih Muslim. Ka thënë: e zum mëngjesin, e zunëm mëngjesin, na priti drita. Wa asbaha al-mulku lillah. I gjithë pushteti është i Zotit. Qysh erdh kjo dritë? Krejt pushteti është i Zotit. Krejt i ka ai ndor gjërat subhanahu wa taala. Andaj ka thënë alhamdulillah. I gjithë pushteti i tij
me fuqinë e tij dhe me kudretin e tij e kemi zënë sabahun, alhamdulillah, dhe këtë falëndërimet janë për Allahun subhanahu wa taala. La ilaha illa Allah. S'ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut, me hak. Wahdahu la sharika la. Kjo konfirmim tjetër shtesë, vërtetim tjetër. Apo çfarë është kjo? Ka thënë wahdahu, veçatina, kur kush tjetër. Askush nuk kontribon në sjelljen e diellit të na, veç Allahu subhanahu wa taala vet. Andaj adhurimi çish i bën punë vetaj, edhe ti veç atë adhuron. Kjo është lidhjen mes asaj që ti ja konfirmon Zotit dhe asaj që ti e bën për Zotin e Madh te bareke ve teala. La sharika lahu. S'ka ai asnjë ortak. El mulku, ka pasaj thot, lahul mulku wa lahul hamdu. Prap ka ardhur konfirmimi por me trajt tjetër. Ka thënë lahul mulk wa lahul hamd. Veç i tij është pushteti dhe veç i tij është falëndërimi. Veç ai meriton lartësim dhe madhrim. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe ai për çdo sen ka fuqi. Dhe për çdo sen ka Zoti i Madh te bareke ve teala fuqi. Pastaj, shiko, pas falëndërimit vjen lutja. Megjithse ne lutjet i kemi dy lloje. Du'a thana wa du'a talab. Ka lutje lavdate. Ti kur thua alhamdulillah, kur thua la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, kjo lutje. Çish është lutje? Se ti e të lavdruar ata. Dhe kur e lavdron, ti në formë tjetër je duke lut mirë, po nuk e ke shpreh kërkesën. Apo, për shembull, çka do të thonë lutje falëndërimi? Për shembull, kur fukaraja do me e nxjerr një dinar pi zinginit. Çish e nxjerr? Thotë kjo fort buri mirë. Këtë mahalla e njohin për bujar. Jep sadaka, veç Allah ja pranoft. Ekse më radh, fillon me lavdrue. Në realitet çka është duke bë? Nuk o të lip kur gjo. Mirë, po këtë lavdrata të një pas njëshme, çfarë? Ai thot në rregull, që e ndihmën. Ja kështu është edhe shembulli më i lartë i Allahut subhanahu wa taala. Ti kur e lavdron atë, ai është meritor për falënderim dhe për lavdrat, mirë, por në ana tjetër ti kur e lavdron ai tjep. Sa ai ti thon ti je më i madhi. Ti kur ti thue Rabbi Allah, Zoti jem, kujdestari jem është Allahu, çka je të thon? Ai më ruan, ai më furnizon, ai më largon sëmundjet, ai më jep shëndet, ai më jep me hangër, ai më jep me pi, ai më vesh. Pra, ti në kitë këta e thave ajo kujdestari jem. Kitë të tjera në nënkuptohet. A dhe kjo është lutja e parë, dua u thëna, duaja e lëvdatës. Dhe kemi dua kërkese. Çka dua kërkese? O Allah furnizom, o Allah më jep shëndet, o Allah më jep evlat, o Allah më jep rizq. Këto janë dua me kërkesë të caktuar. Kjo është lloji i dytë i duajës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithmonë lutjet e tij i ka nisë me duat e lëvdatës. Ti je më i larti, i gjithë pushteti o joti, i tërë falëndërimit takon ty. Andaj pastaj ka thonë çfarë? Ka thonë Rabbi es'aluke, tash po t'lipi. Ka thonë tash po t'lipi. Rabbi es'aluke khayra ma fi hadha al-yawm. Ka thonë o Allah, pasi ma mundsove me mri këtë ditë, këtë sabah, ma mundso që khajrin e kësaj dite të marrë. O Allah, ma mundso që khajrin e kësaj dite të marrë. Shiko sa është i nevojshëm robi të merë khajrin e ditës, nga se dita ka dhe sherrin e vetë. Nga se sikur vjen në ata ka sherr, dhe ka dhe dita sherrin e vetë. Andaj ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala Kul a'udhu bi rabbil falaq. Pasajve ka thonë min sherri ghasiqin idha waqab. Edhe më ruajnë nga sherrët që dalin. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam duan e parë çfarë ka bë? Lëvdat Zotit, pastaj ka thonë o Allah, ma mundso që khairin të mirën e kësaj dite ta marr. Rabbi es'aluka khayra ma fi hadha al-yawm. Më të mirën çka ekziston këtë ditë më jep. Dhe shiko, kështu e ka mësu Zoti i Madh te bareke ve teala. Pastaj ka thonë wa khayra ma ba'dahu. Edhe khairin çka vjen mas kësaj dite, edhe ata më mundso. E ka lutë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thonë wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm. Ka thonë dhe o Allah, kërkoj që të më ruash dhe të më mbrosh nga sherri i kësaj dite. Veç Zoti i Madh e di sa sherra kanë mujt me të godit gjatë ditës, Zoti ka rujt. Dhe shka është interesant se robi edhe haron
Fatkeqësisht një numër i madh i muslimanëve as nuk e dinë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo sabah e ka bërë këtë dua. Çdo sabah, asnjë sabah si ka ik. Në asnjë, andaj i thonë el-adhkar thabita. Këto janë dhikret të pa ndryshueshme. Kjo traj gjithmonë e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërkohë që ne të nderuar besimtar, të nderuar dalmi bi shtëpie, sigur më kanë na që e kontrollojnë aket. Pa disa sherrti, a disa herë me veturën tonë që mujt me bondeshje, Zoti ma të ka rujt. A disa virusi qarkullon, ti me ngu një mjek, qysh ta shpjegon sa virusi qarkullon na për hunët e tua, veshët e tua, gojën tane, durët e tua. Ti se di ata. Sa prej tyre nuk ngjitën me një t'la me shkon, sa a tjetëri e rogë, apo sa kancerët ka përcejnë në për ti, dhe të ti ka luet të ti. Dhe kjo elhamdulillah, andaj ka thonë asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Elhamdulillah, emrinëm sabaj dhe kitë pushteti është i Allah. Tani ka fillu me bo lutje, o Allah, shka ka të mirën këtë dit dhe pas kësaj dit e mjep. Dhe o Zot, shka ka shërën këtë dit më ruaj për ti. Largom a shërën prej muhe. Pas e ka thonë wa shërri ma ba'dehu. Dhe shdo shërë shka vjen mas kësaj dite, ruaj me dhe për këti shërri. Dhe këta duhet me bo besimtari çdo ditë, se çdo ditë ka hajër dhe sharr. Dhe ti e lip hajrin dhe largohesh prej sherrit. Pastaj ka thënë Rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibari. Ka thënë o Allah, kërkoj që këtë ditë që e mrina më ruaj nga dembelia. Sa njeri zgjohet edhe një 4 orë thot kadar se sën vin veti. Pejgamberi sa s'ka dash kështu. Rabbi a'udhu bika min al-kasal. O Allah, rujëm, mos t'jem dembel, mos t'jem përtac, po dal mini herë të gjallnoj, dal mini herë të jam aktiv. Mos të mkape mu e dembelia e gjumit edhe e plokshtia e fizikut, pro t'kem gjallni. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bëu çdo ditë dua. O Allah, mos m'ban dembel, mos m'ban ploksh, t'jam i gjallë. Pas e ka thënë wasu'il kibar. Dhe ka thënë o Allah, më ruaj nga e keqja e pleçnijës, e keqja e pamundësijës, apo edhe e keqja e lartësisë. Pas e ka thënë Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nari wa adhabin fil qabr. Ka thënë o Allah, më ruaj nga azapin xhehenem dhe nga azapin varr. Pse? Se s'ka ditë vetë se dikush hin varr. Unë e xuna ditën, a e zon natën nuk e di. Andaj më ruaj o Zot nga e keqja e ditës, ma jep hajrin e ditës, dhe rum nga zjarri i xhenemit, dhe rum nga zjarri i varrit. Nga se për me mrit e zjarri i xhenemit kalohet ka zjarri i varrit. Andaj ka bëu dua pejgamberi alayhi salatu wasalam që Allahu ta ruan nga këto dy lloje të azapeve. Kjo është duaja e parë. Duaja e dytë, që e ka bëu më një herë, këtë varg e ka bëu pejgamberi alayhi salam, varg lutjes. Çfarë ka thënë? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Allah, me ty e zum mëngjesit, me fuqin tane, me emnin tan, emrinëm sabahun, wa bika amsayna, dhe me fuqin tane emrin akshamit, emrim terrin, wa bika nahya, me emrin tan, me izën tane na lejetojna, wa bika namut, dhe kur t'jepësh ti izën a vdesim. Së vdesna as pa dhon izën ti. Ti nuk mundesh me vdek kur dush ti, se ti as nuk mundesh me jetu pse do ti. Kret Allahu xhelala i ban. Sa njeriu thot e kanë bë, dikush thot e vetvrasja o xho, edhe vetvrasja me izën e Allahut. Sa njeri pak para se me vdek e kanë bin mos me vdek. Ai thot e lash edhe çket herë. Apo e kështu më radh, e kanë shpotu momentin e fundit. Pse ka pas me vdek? Desa t'i japë izën Allahu subhanahu wa taala. Wa ilayka an-nushur. Dhe pastaj ka thënë te ti është tubimi. Kjo është doaja që e ka bëu minjar mas doas parë. Pastaj ka bëu Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, sayyidul istighfar. Pastaj e ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam doajan çfarë? Doajan e dëshmis. Allahumma inni asbahtu ushhiduka. O Allah, unë kam mri sabahun dhe dëshmoj. Por çfarë ka dëshmue? Ka dëshmu për një varg dëshmisë se sa të nxjenit e mboroja e muslimanit.
Gjithashtu prej doa që i ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka bo doa pejgamberi alayhi salatu wassalam për begatit. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukru. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, çka ka të mirë, shiko, min ni'metin e pashuar, kretë të mira që ka ekzistojnë, që i dim dhe nuk i dim, me ty e kanë ardhur, ti i kisjell ato. Pastaj ka thonë, au bi ahadi min khalqik, çdo krijes, çdo gjallës, çdo insan, çdo egjine, çdo melek, çdo kush ka të mira që ja ka dhënë dikush, ajo është dikush i Allahu subhanahu wa taala, Zoti i Madh xhella xhelalu. S'ka mujtaj mi kriju ato, Zoti i Madh ja jep te bareke ve taala. Vetëm prej teje vin o Zot. La sharike lak, s'kije ti ortak. Pas e ka thonë falakal hamd wa lakash shukr. Ty takon falëndërimi si qenje dhe ty takon shukri, falëndërimi, mirënjohja prej neve. Dhe pastaj ka thonë Allahumma afini fi bedeni, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. O Allah, m'jep shëndet në trupin tem, o Allah, m'jep shëndet në veshin tem, o Allah, m'jep shëndet në syrin tem. Dhe ka vazhduar duat e shumta që i ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka kuptojmë nga këto dua të nderuar xhamat? Pse e ka nis ditën pejgamberi sa më çështu? Pse me gjithë të dua? Tani nëse filloj me i përmend duat janë shumë. Po lexoni të mburoje muslimane apo ata muslimanë që i din përmend dhe i bojnë për ata që i bojnë sabah akşam i din. Se këto janë duat që i ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo sabah dhe çdo akşam. Dhe ku ka dallu trajta? Ku ka thon sabah asbahna, në akşam ka thon emsejna. E zum mëngjesin, e zum terrin, e zum ditën, e zum natën. Kështu e ka ndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ndryshe duaja ka qenë e njëjta. Çfarë kanë këtë dua të ndëruar xhamat? Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. E zumë mëngjesin dhe këtë mirat janë të Allahot. Të ndëruar xhamat, njeriu se ka zgjedhur me jetu vetë, se ka dhënë jetën vetës, se ka ble jetën, ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Andaj çdo sabah ka çosh, dush me thon asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Sabahun e zunëm edhe këtë kjo është Allahit. Walhamdulillah, dhe alhamdulillah. Dhe pastaj fillon mu lut. Andaj duhet ta kuptojnë gjëjen e parë. Dhe kjo ta leton tyje për t'i marrë rregullat e Islamit let pi Allahut. Kjo ta leton tyje mi marrë rregullat e Kur'anit let pi Zotit Madh te bareke ve teala. Kjo ta ban të let tyje me të mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam çish mu qun sabah dhe çka më thanë dhe çka duhet me falë kështu me radhë. Për çfarë arsye? Të nderuar xhamat, jeta nuk ka jona. Frimarët çka e ki ti, frimarët ti. Megjithse duket si pi ban me vullnet të lirë, hajtë provonale frimën që ka e marë. Për pjetë, e ngrej ajrin dhe e shlën, e ngrej oksigenin dhe e shlën. Ti e ban, apo? Nëse do me provoje. Ti e ngrej në oksigenin, ti e shlën. Dhe kjo me primtari duket me zgjedhje të anën. Argument, nalu pak, e nalë, s'marë frim. Në regull, kjo duker për disa sekunda vullnet i lirë. Për ndryshe, kalon asbahna wa asbah al-mulku lillah. Hajde nale. Nëse vazhdon dhe e pengon veten me diçka, ma shumë se sa mundet me durue organizmi jot, atar kalojmë në vdekje. E pastaj kemi proces tjetër. Mirë po, edhe frimarën çka ti duket se pe merr me vullnetin tan, ajo është nimet i Allahu subhanahu wa taala. Nimet i Allahu xhelel xhelalu. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi meritor për të falendëruar për çdo të mirë që e gëzojna. Të parat për tërë begatia jetës. Andaj ka thonë o asbaha al-mulk lillah. Kret pushteti, këtë prona është e Zotit. Kush është ajo jona? Kjo është e para që duhet ta ndjejmë mëngjes kur dëgjojmë asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa Allah. Shiko ditë të dua pse i ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam për ta dorëzuar o Zot, kjo begati e jetës, që i qela syt, që mpunojnë vesht, që mpunojnë këmbët, që gjaku janë në rregull, krejt organet janë në rregull, krejt funksionon në orbitën e vet. Alhamdulillah, kjo apityje dhe vetëm ty takon falëndërimi. Vetëm ty takon falëndërimi. Të nderuar xhamat, çdo sa që shfrytëzojnë ana ka taks, ka çmim. Telefonin e ke blej me bare, apo ke shku ke morë numër telefoni, ke pagujt internet.
Ajo e ka venin, apo sektori ku e pagun ti. Të vjen muji, ai thot, ki me kontrat, e ki shfrytzu internetin, e ki shfrytzu numrin. Për këto shërbime, të lutna bëje pagesën. Për ndryshe, nëse vanohesh, ta nalna. Ku je tu paguj që i tu mor frim? Ku je tu paguj që i tu jetu? Ku je tu paguj që i tu mor që i ti shfrytzu syt? Ja? A hez vetura pa naft? Jo. Ata mushin të pompa e benzinës, me thonë, shumë gjali mirë, kena kur dush, hajde ta mushna pa para. Jo, s'ka edhe bukën me para e ki. Mirë po, Rabbul Alemini ti qonë një varë këtë mirë është i idenë që ki jetën e të mirave. Andaj, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kështu thonë të pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, e zunëm në mëngjesin, na zuni mëngjesi, na zuni drita, e qelëm dritën, e arritëm dritën, walhamdulillah. Edhe elhamdulillah. Për këtë arsye gjëja e parë, ndjesia e dorëzimit, ndjesia e falëndërimit, që o Allah, këtë jetë, që unë jam Allah, që ende ekzistoj, ende frimoj. Ku me pagujt? Të sa trafikit të pagujt që jetë të ekzistu? Si të pagujt kërkon? E vetëmja mundësi për të shprej minjoj është duaja. Elhamdulillah. Zotin e ka dhënë jetën. A kjo është e para. Të ndjesh prej thellësisë së ndërgjegjës tane dhe shpirtit tanë dhe zemrës tane, o Allah, po si me thonë në faleminderit që të më ke dhënë këtë jetë? Sa procese ke kalu ti për marrë këtë jetë? Shumë, nuk i ditë ato. Andaj kjo është e para. E dyta, të nderuar xhamat, gjithmonë pejgamberi alayhi salatu wasalam bënte lidhjen në mes duas së lavdratës dhe duas së ibadetit. Cila është ajo? Thonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është duaja e lëvdatës. Sa i madh je o Zot. Pas kësaj, Rabbi es'aluk, o Allah, tash po të lutna. Tash po du me lip. Se ti e kujdestari jam, ti e Zoti jam, ti më ke kriju, unë e pranoj që ti më ke kriju, e pranoj që ti e Zoti jam, tash po du me të lut. E tani të ndëruar xhamat, kemi lidhjen mes çfarë? Mes asaj që Zoti jonë Zot dhe është ligjvënsi jonë. Ai na ka thonë që shme jetue. Ha? Ai na ka thonë që shme jetue. Njeriu vëzër nuk mundet me zgjedh. Unë s'po du me mor oksigjen, s'po du me mor frim. Mase kam nuk e të rregull Allah, unë e pendroj. A ndroje? Do njerëz mundohen me ndru islamin, me ndryshu islamin. Apo? Por asnjëherë nuk tentojnë dhe nuk përpiqen për ta ndruar rregullin universal të këtij Zoti i cili ka pru Islamin. Ha ndroje ujin si pjesë përbërëse të jetës, ndroje oksigjenin, mos merr. Kjo oksigjen është i Zotit dhe ti ndroje këtë rregull. Por ti Ibn Hazmi rahimahullah thot, ti një herë dush milon krejt që ka janë Zotit, pastaj mi thon Zotit unë s'du me të nguhe. Këtë janë të Allahu xhelel xhelalu. Çka ki ti është e Allahu subhanahu wa taala. E çish lidhet në mes të rububijës dhe uluhijës. Në mes asaj se Allah është Zoti jon dhe ai meriton të adhurohet. Tani vini re të ndëruar xhamat. Ata të cilët e mendojnë jetën pronën e vet, sa e tina, ati shumë i vjen ran kur i thot Allahu bëje, falu, agjëro, jep zeqat, bën hax, mos bën haram, mos bën zina, mos luj kazino, mos vjedh, mos peraki, shumë ran i vjen. Andaj e shpreh njerëzin forma të ndryshme, çfarë thonë? S'ka nevojë hoxha neve më na kallzu çish jetohet. Jo, hoxha s'ka thonë çish jetohet. Jo, se dhe hoxha merr piknitit burim çish jetohet. Pi Zotit madh te bareke ve teala. Krejt neve na i kallzon Allahu subhanahu wa taala çish jetojna. Apo, a mundesh me thonë njëjtën për doktorin? Ku pa amet ki me më kallzu mua unë çish me rujt netën? Po, çaj ka amet. Se ti s'di ai di. Dhe çaj. Jo ai të kallzon. Pa e ka mësu ligjin e ilaçit dhe të kallzon se thot ti mos e merr si dush. Çka dush ban ti? E njëjtë është të ndëruar xhamat shembull Allah është më i lartë. Ti nuk do Kur'an apo? Në rregull. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush do të besojë, kush do të mos besojë. Pasojat i mërti. Andaj të ndëruar xhamat. Sikur që e pranojmë që Zoti na i ka dhënë jetën, duhet ta pranojmë se ai i cili na e drejton dhe rregullon dhe udhëzon dhe vendos ligj halal dhe haram si të jetojmë është Rabbul Alamin. Sa ai na ka dhënë. Ai na ka dhënë. Siç funksionon sistemi i trupit, do të funksionon edhe sistemi i adhurimit. Andaj, ata njerëz të cilët e shohin jetën pronën e vet. E ke bëu njerëz që thonë, jeta ime ave, çka Dubai. Kjo fjalë është sakt? Jo. Jo nuk ka jeta jote.
Jo, nuk ka jeta jote. Qysh jeta jote? Ku e bleve? Ku e bleve të shkojmë se na i dim do njerëzi kanë dëshirë të flakt me pas e vlat s'kan. Ti mas i kanë jeta jote, kallzona vati qojmë të do njerëzi çka s'kan e vlat, ta blejnë edhe aty. S'ka. A e ke caktu ditë lindjen? Jo. A e ditë vdekjen? Jo. A mund është pa Zotin e madh te bareke ve teala? Jo. Ti nuk e ke ditë, as atë ka vetë. Atë ka vetë tyje, a do t'i marrë ndonjë jo? Jo s'ka vetë. Dhe e ka bo Zoti i madh te bareke ve haram me vdek ti kurdo. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e mit veten, e shti Allah në xhenem. Me njëjtën armë mitët në xhenem, me çka e ka mit në dunia vetën. Shtoj asaj azabin e zarmit. Pse e ka bo këta? Po pse preka ti kus duhet? So jeta jote. Që te trupi jot. Ti s'ki drejt me vra veten. Pse s'ki drejt me vra veten? Po shkak se sa jotja. A më ja prek ti dikush shtëpinë e huj? Jo, ato. Ti shko të shtëpia jote bashkë dush. Shtëpia ime jo. Te shtëpia e huj kur shkon ti misafir, as tavolinën s'ki drejt me thon, a pi sot, që këtë tavolinë që e keni qetu, ta jo dhoma tjetër qetne. Çka thot zotnia e shtëpisë? Zotnia thot rri si dush, si misafir. Mundesh me kom miku më i madh në botë. Ama thot, në rregull, ama urdhra jo këtu. Në mënyrë miqësore mundesh mi thon. Në mënyrë miqësore mundesh mi thon edhe Allahu subhanahu wa taala. Ama urdhër, a mundesh mi thon, o Allah, s'ka çështu. Ha? Jo. Po ti s'ni thua e kojshijes. Shko thuj kojshijes, pi sot s'ki me pas ti televizor. Kush ka thonë une, po tham. Qa thot? Po ti s'mundesh me kallzu këta. Ti nuk mundesh me nu rregulla. O nuk i e tja që në rregulla. E mirë se ti kojshijes tanë, ti fëmijës tanë së mbe drejton. Ti i thu veshe këtë tesh, a i thot jo se du këtë tesh, këtë tjetër në duhe. A dhe që që pa? Ti ja vesh me zor, apo? Ja vesh me zor të shpija, por jashtë e ka hekaj, se s'mundesh me zor kur gjo. E mirë, jetën ku e morëm? Ku, pse ekzistojmë na? Kush ta prunin këtë dunja? Është Rabbul Alamin, andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Veç i Allahu të pushteti, për s'ta e kena mri sabahin. E, që ki qka ne ka mundësu me mri sabahin, e ta shkyt kalzën që ishme jetue. Andaj ti ka lip 2 rekate sabah. Pse? Po unë ta kam dhon jetën. Unë ta kam dhon jetën. Apo? Po këta që e shiko, krejt ata që ka vendosin në rend, thënë ka dale, dalë këtu. Që tu kime pagujt doganën e rrugës. Ti e pagun, gjdo qytet që ka e kalon, pagun. Mos vetë më sanet ja udha është për mu pagujt asa. Ajo nuk dvecën ati. Ajo udha këtë gropa, ti krijesora kime pagujt. Pse? Se thot najna të mirë mbajt, ti kime pagujt. E kalon kufinin, a mun e kalon ti qishtu? Jo, ka dale, jo ka kufin këtu. Do me hinshtit tjetër, ka dale. Do këshin ma jenë regull. A të lejojmë na me kaluë. Pse? Së mund është veti me kalu vetë. Se kjo është të të jonë, së në vendi këtu. Në regull, e jeta vetë. Ti që egziston, ti që frimon, ti që jeton, ti që ha bukën e Zotit, ti që i shfizon të mirat e Zotit, ku i pagujte këto? Ku i mledhe këto? Ku i more këto? Në cilën dyqan? Në cilën fabrik? A ka jetë? S'ka të ndëruar xhamat. Andaj, ai i cili meriton falëndërimin për jetën që ka e gëzojna, është Allahu subhanahu wa ta'ala. A të vjen tasharan kur thoi Zoti fali 2 rekat? Jo. A të vjen Zot kur thot për shembull fali 4 rekat drek? Jo, pse? Po jetën me ma ka dhon. Allahu ma ka dhon mu e frimën, Allahu me ka dhon mu e syt, Allahu mu ma ka dhon veshin, Allahu ma ka dhon zemrën. A e dini sa proceset bëhen mrena barqeve t'juve? Ju idejen se keni. A e dini sa proceset bëhen në shpirtin e juve? Ju idejen se keni. Krejt to i ban Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndëruar xhamat, sa meriton falëndërim Zoti i Madh xhel xhelalu. Sa është ndjenja e varfërijës tonë dhe i Rabbul Aleminit. Ti doktori kur po bëhet se bet me kalu gripin, o doktor faleminderit shumë, o doktor faleminderit shumë se vallaj më lirove. Një dham me të ndreqë, o kesh të vujt të natën e faleminderit shumë që më lirove. E aj që ti ka dhonë ti ki dhamt, e aj që 80 vjetë ti e ti ka rujt kitë organet në trupin tanë së të ka mungu kur gjo. Qish kimi thanë atina? Aj doktori kur gjo së të ka bovesh të ka shkujt recepten, apo ka punu pak, ajo mekanizëm o, e ka pasi dhami, nuk ka të shku të shkan regull, e ka regulluë. A e kini po doktorit që ka thot masi të ndrejtë dhamin, fillon goja pak me qitë gjak, mishi me qitë gjak. Edhe në fund thot, hajtë se nalët vet. Vet unal ka. Pse nuk ka mos munal vet? Pse nuk derë dhe gjaki deri pa fundësi? Ta regullon dhamin doktori.
Dhe thot, ti thu gjak ka qit. Ajtë se të drejtohet ajo. Mirë, kush e ka bo këtë? Pse aqa që sigur doktori që drejtohet ajo? Se Allah ka bo një sistem imunitar të ti. Imunitar, qka thot? Gjakit i ka thonë këshyre, kur ka ki me jetu, nëse ka prek ki diçka në gjak, i jep urdhër Allahu që lizave mledhuni, regullonu që shket. Kush ta ban ti që ta? Doktori thot, habe shko se të nalët. Apo, e shpon ti gishtin, e shpon. Apo, edhe e ma pak, ta vënon dikush një letër, e thot, hajtë se nalët. Pse nuk thot dikush, s'mune më s'munal. Jo, se ligji Allahut është, gjdo sen që ka dikush e që regullon, ka vendos Allahu min njëherë, regulator. Ato ta bin veti. Qështë ta bin veti? E din Allahu subhanahu wa ta'ala si e ka caktu. Min njëherë që lizat mledhen, e din se diçka nuk kanë regull, edhe ti e shese, a be këtë më redhë që të gjak, më unal. A unal. Ti e ki një plag, mas do kohë, del plaga, nga se që lizat e reja, e përzojnë këtë vjetrën, që regullumen, edhe e nxjerrin të rejen. Ti djegët lëkura, djegët komplet del, Allah i thot lëkurës të rejt, del të e reja. Dhe prap dora njësoj, së të mungon kur gjo. Kush i ban që ta? Qiko për nga me selam, asbahna wa asbah al mulku lillah, alhamdulillah, krejt pushteti është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti të bjen një pluhën si, ti se di ata me pa, me mikroskopat e botës nuk e she. Allahu gjë i jep që lizave tua sinjal, thot kruje pak që tu, farkoje. Pse me fërkue? Se mës me fërkua jo himrena, e ti mini arëze, ala pa himrena. Kush të kalzoj, Rabbul Alemini? Allahu gjellë gjellalu natën të ban ti me vdek, apo? Qka ta për nga mësam? Bike në hja, o bike në mut. Me emnin ta në jetojmë, me emnin ta në vdesim. Ti bje me flet, apo? Qka dalon mes ti edhe atinve të varrezat? Qka dalon? As nuk ha, as nuk pe, as nuk fol, ha? I vdekt. Por me një dalim, se ti ki muqu apet, apo? Allahu gjella për me të kalzu që i e gjallë, dve njani thot, ta shatu mur frim, mirë koka. Që të frimet, kush ati kontroluhe? E shati njeri rëtullohet, pi ndjath në majt, apo? E ze pak krajnë keq, kush të kalzon ti me rëtulluhe? Rabbul Alemini i ka dhanë që lizave signale, rëtulloju pak. Kur kanë flet 300 vjet banor të shpellës, Allahu gjë ka përmen një detalj shumë që njerëz nuk janë në menë. Çfarë thon? Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Kanë flet ata 300 vite. Allah thot i rrotullonim djathtas dhe majtas për me kallëzuese gjallja. Apo, a e ke pa ti njëri për shembull sidomos njerëz kur dyshojnë te dikush, a shumë i smut apo a thua gjallë, thonë po be kish livrit ka çetran kish dalë, ha mirë kana. Kush e livriti? Rabbul Alemini. Andaj këtë të mira të ndëruar xhamat, Allah na ka dhënë neve, andaj kur ta zojmë sabahin edhe akshamin, thuj asbahna wa asbah al mulku lillah. Këtë Allahot janë, e pastaj do të vim të ajo se mos janë që ti Allahit këtë, tangojnë atë që këtë Allah shka na thot. E lusim Zotin e madh, subhanahu wa ta'ala, që Zoti jonë të bareke wa ta'ala na mundson që ti ndjejmë mirësitë e Zotit, që ti jemi falëndërues për mirësitë e Zotit, që ti dim se sa shumë na i ka dhënë të mirat Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ti thojmë ti Zotit madh, faleminderit o Zot. Dhe faleminderit nuk është vetëm fjalë gjuhës, por do të më thonë me vepër. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelalu na mundson që të mësojmë nga libri i Allahut, të mësojmë nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti xhelel xhelalu na mundson që ti madhrojmë shenjat e Zotit, ti madhrojmë kufit e Allahu subhanahu wa taala. Na mundson Zoti madh te bareke ve teala që të udhëzohemi me këtë libër, të drejtohemi me këtë libër. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na shpëton ku do të kemi qollu e ku do të kemi gabu. Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.